Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, salatu dhe selamet e dërgon pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam. Jemi tek hadithi 34 të haditheve të Imam Nevaviut, ku transmetohet nga Abu Said al-Khudri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kushdo prej juve që shef një të keqe, le të largon me dorën e tij. E nëse nuk mundet, atëherë me gjuhën e tij, e nëse nuk mundet, atëherë me zemrën e të urrej, dhe ky është imani më i dobët. Ky hadith i njohur për besimtarët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej haditheve kryesore në çështjen e urdhrit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Prej haditheve bazike, ku dietarët bazohen dhe mbështeten në këtë hadith. Ky hadith është themel kryesor në këtë çështje dhe po ashtu me urdhrin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja mbrohet feja Allahut Azza wa Jall, mësohet feja Allahut subhanahu wa taala, ruhen familjet, ruhen komplet shteti. Nuk ka mundësi të krijohet dhe të formohet dhe të vazhdoj jeta pa urdhër në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. A ka mundësi? A ka mundësi të qëndrojë një familje kështu, pa urdhër në të mirë dhe ndalimin nga e keqja, pa ditë se çka është e mirë dhe e keqja? Nuk ka mundësi që një prind me eduku fëmijën e tij, po nëse nuk mirët me të mirën dhe të keqen. Me këtë veprim, me këtë obligim të mirës, të urdhrit të mirë dhe të ndalimit nga e keqja. Andaj, pra, urdhri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është marrë prej dietarëve si vajib, si obligim, se pejgamberi sallallahu ka thënë në formën të prerë urdhërore: kushdo prej juve që e shef një të keqe, le të largojë me dorë. Kur e shef prindi fëmijën e tij në rrugë të gabuar, a mundohet me largu me dorën e tij? Apo një gjë të keqe që është duke marrë me një gjë të keqe, që din se ja dëmton shëndetin e tij, a e ndalon? Njëjtës edhe në çështje që kanë të bëjnë me edukatën, jo vetëm me shëndetin, por me sjelljen e tij, me moralin e tij, me fenë e tij. Jemi të urdhëruar që të ndalojmë nga e keqja dhe të urdhërojmë në të mirë. Tu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo prej juve që e shef një të keqe, që e shef, këtu hyn edhe që e din një të keqe, pa e pa, apo që ka njohuri për një të keqe, duhet me largu me dorë, apo me gjuhë, apo me zemër. Pa nëse ka informata për ndonjë njeri që mirët me punë të këqija, hajtë duhet më marrë me urdhru në të mirë dhe me ndalu nga e keqa. Ani që nuk e ka parë, por ka informata të sakta. Andaj, këtu hyn domethënë edhe dituria për një gjë të keqe. Pra, nuk përjashtohet ai i cili thotë: po unë se kam pa dhe nuk flas për atë njeri, edhe nuk e këshilloj, përderisa ta shoh. Po përderisa ti e din dhe ke njohuri të saktë që ky njeri është duke marrë me punë të këqija, duhet patjetër me urdhëru në të mirë dhe me ndalu nga e keqja. Andaj pejgamberi sa më ka thonë: kushdo prej juve që e sheh, prej juve, këtu pejgamberi alayhis salam ka përcaktuar domethënë prej juve. Ju. Kush janë ju? Te kjo ju hyn çdo person i cili ka rritur moshën e pjekurisë, pra moshën e pjekurisë, moshën ka hyrë në pylyk, me cilë domethënë tash ky njeri më obligohet me urdhrat e Allahut Azza wa Jall. Dhe del nga kjo, nëse është të fëmijë,
apo nëse nuk është i aftë mentalisht, sepse për ata nuk vlen obligimet, nuk janë të detyruar. Këtu hynë po ashtu edhe të dy gjinit, normal që prej urdhrave të Allahut Azza wa Jall nuk ka që një gjini për shembull të largohet, por të dy gjinit marrin pjesë në urdhën e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Kemi dy kushte që kanë të bëjnë me këtë çështje. Tash po him në çështjet fikore po ashtu. Dy kushte për urdhën e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. E para, cili është ai urdhër apo që duhet të urdhërojmë me të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Ne dimë që urdhët e Allahut Azza wa Jall janë Kur'an që ka ndaluar Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në forma të prera, apo kanë urdhëruar apo kanë ndaluar. Po. Tash, ajo për cilën ata dietar që urdhërojmë të mirë dhe ndalojmë nga e keqja, duhet që të jetë konsensusi i dietarëve që kjo punë me të vërtetë është e keqe, se gjithë janë të pajtimit. Apo kjo punë është e mirë dhe duhet të veprohet. Andaj, nëse kemi mendime të ndryshme, atëherë në këtë rast, nuk e merr atë urdhë që me ndalu nga e keqja, sepse ka dy mendime. Nuk është e keqe e prerë. Të e gjemë për shembull tek mëdhëbet e sunetit, për disa çështje fikore, dikush ka dhënë një mendim tjetër, dikush ka dhënë një mendim tjetër. Dhe tash, për shembull, për marrim një shembull. Tek prishja e abdesit, tek shafit, për shembull prishet që nëse edhe dikush rastësisht e ka prek një gjinin femrore me dorë, rastësisht i prishet abdesi. Me dhe tjera nuk prishet abdesi me këtë. Tek ata prishet. Dhe tash, a ka të drejt një shafimi i thon një Hanefiut, apo i cili e ka marrë mendimin e Imam Ebu Hanifës, i thonë, nëse ka ndodhur kështu, shko merr ti abdes, unë nuk falem pasteti, s'ki abdes. Atëherë, më thonë, këtu linin pastaj keq kuptimet, sa e ka mendimin që nuk ju është e prish abdesi. Ose, disa dietarë kanë marrë atë mendim që kush han një mbazun hadith të pejgamberit sa, kush do për juve që ka hangër mish të devës, let merr abdes. Dhe dietarët kanë marrë, disa prej dietarëve kanë marrë që ngrënia e mishit të devës konsiderohet që e prish abdesin. Disa dietarë tjerë thonë, jo, nuk e prish abdesin dhe ki abdes. Tashti, nuk kanë të drejtë mi thonë këtyre, ju s'keni abdes. Ju s'lejohet ju për juve më falë namazin se s'keni abdes. Kur këta kanë mendimin që nuk e prish, nuk prishet abdesit me ngrënien e mishit të devës. Andaj, këto çështje vëllezër, ku ka domethënë mendime të zonë dy mendime sheriatike apo tre mendime, këtu nuk ndalojmë nga keq apo nuk urdhërojmë, sepse nuk janë të pajtimit dietarët e në sunetit. Këtu, po ashtu, është një meselë tjetër. Jemi duke folë për dy mendime ijtihadie që kanë argumente, mbështeten në argumente. Jo për një mendim që është një mendim i dobët, që nuk mirret parasysh. Ka për një personi që nuk është person adekuat, nuk është person i thirrur, nuk është e sunetit atë ai njeri, edhe të argumentojme që ka dhënë filani as nuk është i njohur për ditorin. Andaj kjo nuk bazohet në këtu, por i bazohet tek dietarët e ehli sunetit, të cilët kanë argumente në mendimet e tyre. Kjo vëllezër të dashur
kur i kuptojmë të gjëra, i vllazërojnë edhe më shumë besimtarët. Dhe nuk ndodhin përçarje dhe për xhamia dhe për xhamate, përderisa i kuptojnë që këto mesele pas kanë domethënë dietarë të cilët personat të cilët kanë thonë kështu dhe dietarë tjerë të cilët kanë thënë ashtu, edhe kjo ka ndodhur mesin e sahabëve. Edhe sahabët kanë pas mendime të ndryshme për çështje të fikut. Dikush e ka pas një mendim tjetër, dikush e ka pas një mendim tjetër, por nuk e kanë kundërshtu apo nuk e kanë ndaluar njëri tjetrin nga ai veprim apo ai mendim. Përderisa, domethënë, tekstet e Kuranit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ato çështje nuk kanë ardhur të prera. Tek Imam Ahmedi për shembull e ka sjellë një shembull thotë edhe një person i cili në ruku ndoshta nuk e drejton shpinën sa duhet, apo në sejdë, edhe këtu e ka marrë këtë çështje, a me këshillu apo jo, me rezervë, se a është vajib apo është sunet. Po, nëse është vajib, po çështja e vajibit duhet më urdhëru. Apo, duhet me këshillu. Po nëse është sunet, a duhet më urdhëru? E për sunet, jo. Nuk urdhërohet njeriu sepse suneti nuk bëhet farz. Nëse urdhërojmë, vepro kështu, sepse është sunet. Pije ujin 3 herë, jo 1 herë. Atëherë e bëjmë duke shndru këtë urdhër tonin, këtë këshillën tonë, jemi duke shndru në farz dhe kjo bie në kundërshtim me vetë faktin që kjo punë nuk është farz, është sunet me bikë në këtë formë. E nëse unë e urdhëroj, atëherë jam duke e bërë këtë çështje sikurse farz. Dhe po marr përgjegjësi, po marr përsipër çështje që nuk e ka urdhëruar Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E unë po urdhëroj, po shndrojnë këtë gjë, kinse është farz, Allahu nuk ka bërë farz dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, në çështje që janë sunete, nuk urdhërojmë, këshillojmë, tregojmë, nuk urdhërojmë, sepse mos të konsiderohet farz. A jemi qartë? Shekhu më themini, thot ndalimin nga e keqja, nga një munker, nga një çështje e keqe, e dëmshme, thot duhet të jetë ajo çështje e keqe e qartë. Jo të jetë i dyshimt të ky person. Më duket se nuk lejohet kjo punë, edhe unë po e ndaloj. Veç nëse është e qartë. Tek ti, edhe po ashtu është e qartë fetarisht edhe tek të gjithë që kjo çështje me të vërtet është e keqe. Po ashtu, një person i cili e vepron një punë të keqe, nuk do të thot patjetër që ai person edhe është mëkatar. E urrej mëkatin, por nuk themi personit që ka marrë mëkat, sepse i ka disa ndalesa. Nëse ka bërë një mëkat, e ka bërë një punë të keqe, s'po them në mëkat, e ka bërë një punë të keqe, po ka qenë në moshën e fëmijërisë. Ta thonë ka pi alkohol, dhe një 10 vjeçar. E ndalojmë nga alkoholi, nga pija e alkoholit, sepse është e keqe, por ky nuk merr mëkat, edhe nuk ndëshkohet edhe me shariat, sepse është në moshën madhore. E mi qartë. Apo ka bërë një mëkat, por
nuk është i aftë mentalisht, ishte i sëmur psikikisht. Ta zonë dy të sëmur psikikisht, kanë bërë zina. I ndalojnë nga jo vepra e keqe, nga vepra e shëmtuar. Por ata arsyeton tek Allahu se nuk kanë mëkat aty sepse nuk janë të aftë mentalisht. Andaj, edhe këtu do më thënë, urdhën me të mirë dhe ndalimin nga keqja, e ndalojmë nga keqja, nga veprimi i shëmtuar, por jo që ata marrin mëkat. Andaj, a duhet me ndalu, po duhet me ndalu. Jo për shkak mëkatit që mos marrin ata mëkat, ata nuk marrin mëkat. Dikush mund ta kesh kuptojnë me thonë që për disa s'kan mëkat, çka do të bëjë? Jo. Sepse veprimi është i shëmtuar. Veprimi është i keq, duhet me ndalu gjithçysh nga ai mëkat i keq, ai mëkat, edhe nëse personi nuk merr mëkat tek Allahu Azza wa Jall për shkak moshës ose për shkak paaftësisë mendore. Kushti i dytë o vëllezër është që një e keqe të jetë e hapur dhe mos të jetë e hapt, mos të jetë e msheft. Do thotë, nuk duhet të spionohet personi për të ndaluar nga keqja. Si për shembull, të hapim derën që a është duke pi alkool apo jo. Apo me shiku me ndonjë vrim, apo me shiku me përcjell me kamera. Kjo ndalohet. Përderisa person nuk është duke e bërë një mëkat në formë publike, është duke e bërë në sheft. Veç kanë thonë, në rast se e dim sigurt, që personi është veçuar diku, është mbyllur diku dhe do me mbyt një person. Andaj këtu lejohet që me shiku se a është duke ndërmarrë diçka ndonjë veprim që ta ndalojmë para se me bëhet mëkat, atë para se me bëhet atë veprim të shëmtuar. Ose nëse një person ta zonë, është duke bërë zina. Edhe për mos me arrit deri tek ajo punë e keqe, duhet patjetër që me ndërhy para se me ndodhin rasti. Këtu lejohet në këtë rast. Lejohet në këtë rast ulëmtimi, ndjekja, dhe që mos të arrihet ai veprim i keq, sepse ka pasojë. Për ndryshe, nëse personi është duke dëgjuar të zonë muzika për diçka, apo është duke pirë alkohol, ne mu afru tek dera, ti shëm a janë ndeh këta persona, ti dëgjojmë ato, apo ti shojmë ata, se shkanë duke vepruar, kjo çështje është ndaluar dhe nuk lejohet. Vëllezër dashur, kalojmë tek pjesa tjetër e hadithit, për thotë pejgamberi sa le të ndaloj. Pejgamberi sa ka thënë le të ndërroj, me ndëru atë të keqe, në të mirë. Në momentin që ndalon, do të thikë vor që i ke ndryshuar atë të keqe. Kjo dhe ky ndryshim dhe ky ndalim duhet të bëhet i obligueshëm për personin, kur personi është veç ai që e din këtë të keqe. Do të thotë nuk është që e din shumë vetë. Nëse ti e din, veç ti e din këtë të keqe, ti duhesh më ndalu. Që zakonisht ndodh për shembull kur dikush e sheh një të keqe në mesin e familjes së tij, tek fëmijët e vet, tek vëllezërit e vet, tek baba dhe nëna. Ai duhet me ndalu këtë të keqe. Nuk mund me thonë që kjo e keqe, po dikush tjetër me të mirë. Kjo nëse nuk e din askush, e ke ti obligim individual. Është farz, obligim individual që vjen mbi ty. E dyta, nëse është i caktuar prej shtetit, prej shtetit islam, më thonë
për të një ministrie të caktuar, për një komisioni të caktuar shtetëror, e kanë caktuar këtë njeri që të urdhërojnë të mirë dhe ndalojnë nga keqja. Atëherë e ka obligim individual. Edhe e treta, ku është obligim? Atëherë, kur nuk ke mundësi me ndalu as me dorë, nuk ke mundësi as me gjuhë, është obligim individual të keqen me urrejt me zemër, me ndalu me zemër. Nga kjo nuk shpëton askush. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që kush do që shef për juve një të keqe, le të ndëron, le të largon, le të zavancon me dorën e tij. Pra, shkaku rrezikut, shkaku i keqes, që thëmë që është një keqe që janë pajtimit edhe në gjithë djetarët, adin që kjo punë është e keqe. Atëherë, duhet të largohet ajo keqe me dorë. A thëmë pejgamberi se me dorë, sepse ai cili ka pushtet, mas pare duhet me largu me dorë. Që mos të përhapet e keqja, dhe më ndalu e keqja me njëherë. Mos të pasuaj personi cili është duke bërë, pra pasojat pastaj me vujt, ai cili është duke kryer një punë të keqe. Po themi pasojat dash tek Allahu me mëkate, apo pasojat që mirën kundër tij me çështje ligjore, me çështje sheriatike. Andaj duhet me ndalu me dorë. Me dorë ndalon ai cili ka pushtet. Ai cili ka pushtet. Ai cili mundet. Nëse nuk mundet, dhe nuk ka pushtet mbi atë njeri, nuk ka përgjegjësi, ai atëherë nuk ndalon me dorë. Atëherë kalon tek ajo tjetra, mund të obligimi tjetër, që është pra largimi me gjuhë, ndryshim me gjuhë, pra vjen tek këshilla, tek biseda. Çështja, domethënë kur ata bëjnë sa me dorë, nuk është jo pa tjetër veç me dorë. Mujtë e smujtë veç me dorë. Jo, nuk kuptohet kështu. Nëse e din që mundet me ndodh e keqja më e madhe, nëse largon me dorën e të keqe, nuk vepron me dorë. Sepse duhet me kështu që nëse ndaloj me dorë, nëse e hekin e një të keqe me dorën time, a mund që të shëndrohet e keqja tani edhe më e madhe, të përhapet edhe më shumë. Nëse mundet që e keqja të përhapet edhe më shumë, nuk e prekat të keqja me dorë. Është sikur se vara, nëse është një varë me dorë, edhe fillon me prek atë, dhe me ngacmu me dorë, do t'i infektohet edhe ka mu shpënda dhe më shumë. Andaj, edhe çështja duhet të shikohen që ato mos po bëjnë dhe një damë më shumë, sikur se do të përmendim argumentet ku edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka shikuar këto çështje. Për çështjeve që edhe është argumentu, për shembull, ky dietar në këtu, thotë se Allahu Azza wa Jall ka ndaluar sahabët që të shajnë idhujt. Që të shajnë idhujt, sepse për shkak të keqes më të madhe. Se këta duke mundu me ndalu dhe me largu ata, me irritu nga idhujt, do të bëhet një kontrasulm. Çka do të bëjnë ata? Ata pastaj do të shajnë Allahun Azza wa Jall, e kjo është një keqje edhe më e madhe se sa na më shajt edhe më largu ato idhujt. Nëse ata tani kthehen kundër Allahut, kjo është çështje domethënë edhe më e keqe, andaj ka ndaluar Allahu Azza wa Jall sahabët që t'i shajnë idhujt e tyre. E nëse nuk mundet, pra të regobejmë se nëse nuk mundet, këtë në parë, nuk ke mundësi, nuk ke pushtet, fregosh nga keqja më e madhe, atëherë thot vjen, domethënë, çështja tjetër e cila shikohet ka mundën, a kena mundësia jo. Cilat janë ato mundësit, po nuk ke mundësi me dorë. Çka tjetër
shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa I ka thënë Aishës, mos të kishte qenë populli yt I ri në Islam, do ta ndryshoja çështën e çapës, ku është domethënë murat e çapës, nuk kanë qenë katror sikur se sot. Edhe ta kisha qenë edhe një derë tjetër në çapë. Por nuk ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje. Nuk ka bërë se njerëzit do thënë ky përprish edhe çapën. Erdhi ky na prishi çapën neve. Se Allah nuk I kupton, para janë tri në Islam. E shihni se ka desh pejgamberi me kthyn çapën në origjinal, që ka qenë në kohën e Ibrahimit alayhis salam, por nuk e ka marrë këtë veprim nga frika duke shikuar që pasojat janë më të mëdha se sa vetë ndryshimi I çapës. Kohën tani, kohën e Harun al-Rashidit, ka qenë një khalife I drejt dhe I ditur dhe që ka desht sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ka desht që në kohën e tij me ndërmarr një veprim dhe me kthy çapën që ka qenë në kohën e Ibrahimit alayhis salam dhe që ka pas dëshirë me vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Maliku e ka këshillu, ka thënë për hir të Allahut azza wa jall, le çapën që është. Se çapja është ndërtu, më thonë është ndërtu përsëri në kohën e sahabëve, në kohën e tabiinëve, I kanë kthy në kohën e sahabive, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë kthy çapën që ka qenë domethënë në çka deshti me bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në kohën e Haxhaxhit tani, në kohën e Abdulmelik ibn Marwanit, në kohën e Haxhaxhit, e kanë rënë çapën, domethënë. Jo ata që kanë desh, po na ta bëjmë kështu që duhet domethënë. Na që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo që ka desh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Harun al-Rashidi ka desh me kthy që ka pas dëshirë me vepru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Imam Maliku nga lart pamësia e tij, ka thënë mos e prek lekë. Që mos tjetë çapja në dorën e udhëheqëse, vjen njoni rënoje, vjen tjetri ndërtoje, vjen tjetri ashtu, edhe ka thënë me hum pastaj respekti I çapës me hum tek zemrat e besimtarëve. Shikoni nga pamësinë e imamit. Ka dhe që çapja të jetë, domethënë e respektuar në zemrën e besimtarëve, se si t'ja nisi kështu me lëvizjet këto gjëra atë, atëherë domethënë humb respekti dhe humbaj ajo shpirtërorja çka duhet të ketë njeriu domethënë për çapën dhe për urdhën e Allahut azza wa jall për haxhin apo umrën. Andaj nuk I ka lejuar, e ka këshilluar Harun al-Rashidin, jo që nuk I ka lejuar ai me forcë, por me gjuhë, se Harun al-Rashidi ka qenë khalife, ka qenë emir e mu'minin, Imam Maliku një prej dietarëve të asaj kohe. Dhe ka mbet që nga ajo kohë, ka mbet çarvja ashtu që është domethënë në këtë formën sot që dihet. Kështu pra, vëllezër të dashur, tek ndalimi nga I keqja, duhet të shikohet edhe çështja që me këtë të keqe, nëse mund largojmë të këtë të keqe, mos të vjen ndonjë keqe më e madhe. Kjo është me rëndësi. Duke larguar një të keqe, mos të vjen një keqe më e madhe, sepse atëra nuk kemi vepruar asgjë, vetëm se kemi shpërndar të keqen edhe më shumë. Po ashtu vëllezër dashur, e shikojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku ka qenë në Mekë, Ammar ibn Yasiri, më thonë, po dënohet familja Ammar ibn Yasirit, edhe pejgamberi ka thonë, o familja Yasirit, bëni sabër, sepse xheneti ju pret juve. Ata po mbytën, po fritën, dhe pejgamberi nuk kanë ndërmarrë ndonjë gjë tjetër vetëm se I ka këshilluar me sabër. Pse? Se nuk kanë pas mundësi tjetër gjë. Nuk kanë pas mundësi me ndërmarrë tjetër gjë diçka fizikisht për me ndihmu, me dorë me ndihmu, e vetëm se me gjuhë I ka dhënë kurajo atyre.
sepse në atë kohë, në atë vend, nuk ka pas mundësi ndryshe. Kjo, po ashtu vëllezër, nga kjo nënkupton që me shiku pasojat në të ardhmen që mund të dalin nga ndalimi nga e keqja, nuk është çështja që e frikës. Frika është diçka tjetër, mu friksu, edhe mos guximi. Por jo, çështja domethënë këtë na ka mësuar Allahu dhe na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që me iman gjënat se veprimi ynë me ndalimin nga e keqja duhet të matet dhe të shikohet që ky veprim i imi që duhet të largojnë një të keqe, qoftë tek një person, qoftë në mas më të gjerë, mos të sjell, më thotë të këqija edhe më të mëdha. Andaj, kur nuk kemi mundësi me largu fizikisht të ka rënd me njëherë të ka jo, që ka thotë pejgamberi sënëm, atëherë pra me gjuhë me ndalu një të keqe, ku është të këshilla, është të qortimi, kështu të më radhë. Imam Nevavi thotë, edhe në këtë rast thotë çështjen me gjuhë, thotë ka të bëjë thotë edhe në për tregje, kur dikush del në treg dhe e shef një të keqe, e shef kolegën e tij, i cili është duke shit një çështje që nuk është origjinal, është çështje domethënë falso, duhet me këshilluar tregtar. Do më thonë që kjo mos e shit këtë për origjinal. Se njerëzit nuk e dinë, njerëzit mashtrohen, ky material që ka dhënë i prishur, apo afati s'ka duar, mos ja shit njerëzve. Është thotë edhe kjo ka të bëjë edhe me çështje që kanë të bëjnë në interesin e përgjithshëm të njerëzve. Jo më për çështje fetare që ajo më dihet. Edhe nëse nuk ka mundësi pra ta bëjë këtë edhe me gjuhën e tij, atëherë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra le të urrej atë të keqe me zemrën e tij. Dhe ky është imani më i dobët. Edhe imani më i dobët, dietarët kanë thënë, është veprimi më i dobët. Do të thënë imani më i dobët, veprimi më i dobët, është kanë thënë. Se nuk ka më atë çka atë. Dhe kjo imani i dobët, nëse dikush ka pas mundësi me ndru një të keqe, me ndryshu me dorë, nuk ka vepru, ka pas mundësi me bë apo me gjuhë, dhe nuk i ka bërë as me gjuhë, nuk ka këshillu. E sheh dikush një të keqe në familje, tek afërmit e tij, tek shokët e tij, edhe nuk i këshillon as me gjuhë, por e uren me zemër, ka thënë ky është pra imani i dobët i atij personi. E nëse personi nuk ka pas mundësi me ndalu nga e keqja, edhe nuk ka pas mundësi as me gjuhë me ndalu, ka thënë Shekhe Islam Temje, këtu në këtë rast nuk është imani i dobët i tij. Imani nuk është dobësu imani i tij. Imani i tij është në rregull, por është veprimi më i dobët dhe përkundazi ka thënë, përderisa ky njeri e urren atë çështje dhe me zemrën e tij, ky tregon se ky person ka iman, sepse ai njeri që nuk urren me zemër dhe nuk ka urrëti ndaj mëkatit, do të kjo tregon dhe aludon që ky person nuk pas ka fare iman më në zemrën e tij. Vëllezër nderuam, të kjo çështje lidhen edhe disa gradualitete, shkallëzime në ndalimin nga e keqja. Janë 5. E para është me njoh njerëzit, me njoftu me atë të keqe. Me i kallëzu njerëzit që kjo punë është e keqe. E dyta, janë këshilla. Të grada e dytë është këshilla. Se mas pari njoftimi, e dyta është të këshilla, të për shkallëzime. Kur dëshirojmë dhe në kjo na duhet neve, qoftë në familjen tonë, qoftë në rreth, qoftë kudo që t'jemi, i njoftën njerëzit me atë të keqe. Më pas, i këshillojmë, i ndalojmë nga e keqe,
E treta, shkalla tretë pastaj nëse ai nuk ndalë me këtë, kalon tek çortimi verbal. E katërta është me ndalu, me largu atë keq, alkoholi, për shembull në shtëpi, me derra të alkoolit, mos me lënë, fëmia ka marrë drogë, ka marrë është duke marrë me punë të këqija, duhet me largu atë të keqe me dorë. Mos me leju me vepru vepra të këqija. Edhe pesta është ndëshkimi, e kjo do të thonë ndëshkimi i takon, do të thonë ligjit, organeve kompetente, që kush e vepron këtë veprim, këtë mëkat, ose do në më thonë ati, ai i pason dënimin me këtë e atë. Po ashtu vëllezër, a lejohet që personi i cili është duke vepruar një vepër të keqe me i ndalu të tjerët. Apo nuk duhet me ndalu, sepse përderisa është duke vepruar vetë atë vepër të keqe. Jo, duhet patjetër ai me ndalu. Sepse ai është duke i bërë tash dy vepra të këqija. Edhe nuk po ndalon, edhe po vepron. Ajeti Allahut Azza wa Jall, o ju besimtar, kujt ju po i thonë atë, çka ju vetë po e veproni. Kom pe këshilloni, kur ju atë vetë po e veproni. Kjo nuk kupton që ju mos i këshilloni, por kjo do të thonë, Allah po i çorton ata njerëz që ti përderisa je tu i këshillu dikujt tjetër, dhe ti mos fare, do të pitush tjerëve, ti duhesh ai i cili duhesh me kry këtë vepër. Andaj që urdhri në të mirë është domethënë obligim që duhet çdo kush mu marrë me te, edhe nëse ai person është vetë i cili, ta thonë një person, një prind, nëse vetë pin duhanin, ata është i me lënë djalin me pi duhan, se vetë është duke pi duhan, jo ai duhet me ndalu djalin me mos pi duhan. Edhe me qenë se vetë duhet me lënë duhanin. E jo ta është përderisa unë e pi, hajtë ta pinë djalin, përderisa unë po helmohem, edhe djali mu helmu, kjo si shembull domosdoshmë dhe ky vlen për çdo haram dhe për çdo ndalesë. Nëse njeriu e di që nëse ndalon nga e keqja, do të nënçmohet ky besimtar, apo do të sprovohet me sprova të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk i takon besimtarit me e poshtru vetveten e tij. Ta pyet, ja Rasulullah, si e poshtron besimtari vetveten e tij? Pejgamberi sa ka thënë, e paraqet veten e tij me ndonjë sprovë që nuk ka mundësi me e bartë. Andaj kështu pra, ky njeri e poshtron vetveten e vet. Nëse një njeri ndalon nga ndonjë keqe, e pastaj ka pasoja që ky njeri do të dobësohet vetë me iman e tij, se nuk ka mi duru pastaj sprovat. Ta zonë, një i ri ka dhesh që një të keqe me largu në familjen e tij. E pastaj ka pas dhe shumë ashpërsi, shumë kundërshtime, shumë shtypje, shumë sen, edhe më pas edhe ky është dobësu. Se është poshtru, andaj nuk lejohet, nuk i takon ka thonë besimtar me poshtru vetën e tij, nëse nuk mundet me i bë ballë atyre sprovave dhe atyre shtypjeve çka janë duke i bërë të tjerët. Modën e të mirë vëllezër nderuar, çka përfiton ummeti, çka përfiton njeriu. Për shumë përfitimeve, do të përmendim disa, modën e të mirë e mbron fenë Allahut subhanahu wa taala dhe ndalimin nga e keqja. E dyta, e largon dënimin e Allahut azza wa jall. E treta, urdhën e të mirë dhe ndalimin nga e keqja e sjell rahmetin e Allahut subhanahu wa taala. E katërta, forcohet besimtari, poshtrohet munafiku. E pesta, arrihet ajo grada dhe ai titulli, ju jeni ummeti më i mirë, që ka thënë Allahu. Pse? Urdhëron të mirë dhe ndaloni nga e keqja.
E gjashta është shkak për të fituar dhe për të ngallënyer mbi armiqtë e Allahut. E shtata, shpëtimi me këtë arritje shpëtimi nga cilësitë e munafikëve, se munafikët urdhërojnë në të keqe dhe ndalojnë nga e mira. Përndryshe nëse nuk mirët ummeti me këto gjëra e kundërta e këtyre pikave ndodh me atë ummet. Po ashtu duhet të kemi parasysh gjatë urdhën të mirë dhe ndalimin nga e keqja, duhet të kemi parasysh butësinë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë aty ku është butësia, aty është, e tërë e mira. Dhe me një hadith tjetër thotë nga cila gjë hiqet butësia vetëm se e shëmton atë çështje. Edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë butësia është rruga për urdhën të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe po ashtu kanë thënë, nëse e urdhëron, nëse e nervozon një njeri, ai njeri nuk pranon prej teje. Andaj kujdes mos e hidhro, është fjala për me ndiku këshilla jote tek ai person dhe më u përmirësu. Po ashtu, e dyta që duhet të kemi kujdes, që duhet mas pari na me nisë për vetvetes tonë, për mirësimi, duhet të nisë mas pari për vetvetes tonë, edhe njerëzit zakonisht për ato shmërisë se vetë e kanë, që mos i pranu këshillat e dikujt i cili është duke vepruar atë mëkat. Andaj duhet më pas kujdes. Në që na të përmirësohemi për mi përmirësu të tjerët. Po ashtu të kemi parasysh me nisë për gjërave që janë më të rëndësishme. Sikur në hadithin që ka ardhur domethënë pejgamberi sa ku i ka thënë Muadh ibn Jabalit, mas pari njerëzit deri në shahadet. Dhe Allahu Rasul. E pastaj pse janë namazet, e pastaj nëse respektojnë zeqatin e kështu me radhë. E katërta duhet të bëhet sabër, e pesta po ashtu të fillohet domethënë me gjërat më të lehta. Thotë Aisha, thotë gjëja e parë që ka zbritur në Kur'an nga fjala e Allahut subhanahu wa taala, thotë është xheneti dhe xhehenemi. Kur penduan njerëzit, tani erdhi halalli edhe harami, tani erdhën ligjet, ndalesat. E njëherë u zbutën zemrat e tyre. U njoftuan njëherë për xhenetin edhe për xhehenemin. Njëre, më thonë, fillon me dash xhenetin dhe më urrejt xhehenemin. E pastaj kanë ardhur ligjet, kjo lejohet dhe kjo ndalohet. Po të kishin zbritur këto ajetet që mos e pini alkoolin mas pari, njerëzit kishin thënë nuk e lëm me alkoolin. Apo po të kishte zbritur ajeti mos bëni zina, kishin thënë edhe ata me nuk e lëm alkoolin. Nuk e lëm zina. Pra, kjo që duhet të kije dhe një parasysh gjatë urdhën të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Po ashtu, gjëra që preferohen gjatë urdhën të mirë, është që ti njoftojmë njerëzit që kur ta këshillojmë nga dhe ndalojmë nga një e keqe, ta njoftojmë domethënë me njëherë që me shpërblimin nëse lën këtë punë. Dhe çfarë mëkati ki nëse e vepron këtë punë të keqe. Po ashtu duhet që këshillat zakonisht të bëhet në mënyrë private, jo në mënyrë publike që ai njeri mos të ngushtohet sepse pastaj mund të inatoset. Dhe e fundit duhet njëri ta gjejë kohën e duhur kur është momenti më i volitshëm për këshillën dhe për ndalimin nga e keqja. Lutim Allahun azza wa jalla të na udhëzojë në rrugën e mëkatit. Alhamdulillah rabbil alamin.